Si mund të di një i paditur thot kush është Zoti? Shumë e thjesht. Atë ka dhënë Zoti logjikën, mendjen. Mediton, shikon, dëgjon. Pyet. Kur s'di pyet. Zoti i gjithësisë na ka sjell argumente të shumta që tregojnë për të. Syt mball janë argument që Zoti i gjithësisë është krijuesi. Universi, qielli që shohim, është tregues që Zoti i gjithësisë ekziston. Mirë organizimi i gjithë shkajem këtë dynja, këtë botë, tregon se ka një krijues, i cili është Allahu i lartësuar. Kurani dhe hadithet e profetit a.s. na flasin rreth krijuesit gjithësisë, Allahut lartësuar. Kush nuk di, pyet ata që din. Po ashtu, përderisa pra ditë të shkruash, ditë lexosh, e merr Kur'anin, e lexon, shqip është, e lexon, dhe aty Zoti i gjithësisë të tregon për veten e tij. E njeh më së miri krijuesin e gjithësisë.